implantatit. Ne do i tregojmë publikut një kontroll nishanesh, sepse të gjithë zgjedhin forma të ndryshme, por gjithmonë duke shkuar tek mjeku. Në këtë rast do kontrollosh 2 nishane që mua doktoresha më ka thënë që duhen mbajtur në kontroll. Pa më dhënë përcaktime të tjera. Kështu që ti shohim se si duken. Ai është dermatoskopi, është një dermatoskop dore. Është shumë i lehtë në përdorim, nuk ka rrezet të dëmshme, është thjesht një dritë dhe një lente zmadhuese që neve i shohim shumë herë më të drejt, që të ketë mundësi kamera të shoh. Është një lente zmadhuese dhe me dermatoskope në arrim të shjuajmë tipare të nishane, të cilat me sy normal nuk i shohim dot. Unë po të afrohem për të ta lecuar disi punën, nishanet e famshëm. Nishanet e qafës. Ky është një nevus intradermal, që unë të kanë thënë t'i mbajmë në kontroll vetëm për arsyeën e kontrollit periodik, por që nuk janë nishane problematik. Nuk janë shqetësues. Po. Arsyeja se përse i mbajmë kontroll janë pak më të errët. Sepse mund të ndryshojnë, dhe janë edhe të ekspozuar. Në atë zonë, aty zonën e qafës janë goxha të ekspozuar nga rrezati me diellor, kështu që normalisht duhet aplikuar edhe krem dielli, absolutisht.